Më vjen dikush në kohën që isha duke xhiru filmin Mundie dhe më thotë du të bëjmë një film nga Kosovë, për Kosovën. Dhe unë kisha filluar skenarin faktikisht për krimet serbe. Dhe ai donte të bënte një film pak ndryshe për luftën e UÇK-s. Edhe ju i them, tash jam kundër filmit luftës UÇK-s. Tha pse? Duk si tabu. Thash lufta e një populli ndaj okupatorit është detyrim, o detyrë. Nuk është luftë me pagesë. Tash bile për mu, gjithë ata që kanë qenë luftë, është turpi më i madh që ata të paguhen me parë. Ti mund të japësh parë në janit që ka ngel sakat, as mundet me punu, po jo të japësh atij pse ka luftu. Për rrogat dhe të rroga, ka pas për detyrë. Ha, mundesh mi siguru me ato lekë, ti mundesh me hap një fabrikë, mi tregu vend e punë, mi ka pas edhe kësi varianta në Kosovë. Po jo mi dhënë parë atij pse ka luftu, se s'ke luftu si mercenar. Edhe më thot me boj film për Kosovën. Thash si është histori kështu shushu. Tha mos u mërzit për parë, tha, se i pagun familja e tij. Si mundesh tash me ma kërkuj gjatë tillë tash, një familje që ka dhënë djemt e saj për me luftu që ti t'jesh i lirë, dhe ti që ke fabrikë edhe je pronar dikund, pret që familja ti me të dhanë, me ta tregu edhe historinë se si djali apo djemt e mi kanë dhanë jetën për ty që të pasurohesh ti. Për me pas një fabrikë. Që të pasurohesh ti. Dhe ti mos nxjerrësh 5 lekë themi ne ose 5 euro për mi dhanë për këtë film.